Gjithmonë kam qenë kurioze të udhtoja në Francë, derisa zbulova që Franca e Shqipërisë është vetëm 30 minuta larg qendrës së Tiranës. Është pikërisht Astier, siç është në theksin francez, por ne shqiptarët i themi Astier. Që kur mbërrita në Astier e ndjeva atmosferën e Francës. Arkitektura e ndërtesave mijëra vjeçare, plot atraksione turistike si Musée du Louvre, por vetëm se këtu nuk ishte në formën e piramidës, ishte në formën e drejtkëndshit. Këtu në Astier gjeta dhe një lokal i cili quhej Artist, me sa duket përkushtuar artistëve, dhe vetëm përballë ti ishte aty. Atraksioni turistik kryesor. Arsyeja pse Astieri është Franca e Shqipërisë. French tacos. Franca njihet si shteti i dashurisë dhe patjetër që sa shkela këmbë te French tacos, ndjeva dashuri. Ndjeva ahmor. Jo vetëm nga aroma e ushqimeve, por nga këto booth chairs, të cilat nuk i kam parë askund në Shqipëri. Më në fund, e gjeta, kulla e Eifelit. Ishte para syve të mi dhe këtu në Astier, me sa duket, edhe mund ta hash kullën e Eifelit. E dija që Eifeli ishte i madh, i lartë, por jo kaq. Megjithatë, nuk mund ta ankohem. Aq i mirë sa ishte, bënte sens që ishte aq gjigant. Nuk mund të mjaftohesh me një normal size French tacos. Dhe patjetër që quhej Eiffel nga forma e saj trekëndshë. Bëhet trekëndësh pasi e kafshon për ta çuar në ato formë, por okay. Kam përshtypjen që juve në Astier ju mbajnë me hatur ose thjesht isha unë në humor të mirë, por çdo gjë kishte shije 20 herë më të mirë sot. Ndoshta për shkak se sa është hapur pika e French tacos në Astier. Me sa duket kaq që nga limiti im për të ngrënë kullën e Eiffel, por herës tjetër do i vej qëllim vetes për ta mbaruar të gjithën. Pikërisht këtu ku edhe është ndërtesa e Eifelit. Në Astier përballë Artistit. Hëngra aq shumë dhe shijova aq shumë ambientin e French tacos në Astier, saqë kur dola ishte errësuar komplet. Parisi në darkë shijon ndryshe kur është Astier.